Bajrami i muslimanëve, përveç asaj se vjen pas një ibadeti të madh, veçohet me ato se kryhet për shkak të kryerjes së adhurimeve dhe kryhet duke mos i bërë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Përderisa të tjerët festojnë sepse i kanë bërë mëkat Allahut, apo festojnë dhe caktojnë ditë për shthurje dhe për mëkate dhe për amoralitet, muslimanët jo, e ruajnë nderin e tyre, e ruajnë karakterin e tyre, i ruajnë normat, principet e fesë së tyre edhe në çaste gëzimi dhe në çaste të Bajramit. Dhe Allahu nuk e ndalon që njeriu të gëzohet. Allahu ja ka lejuar shumicën e ushqimeve dhe mbi 90% të pijeve ja ka lejuar Allahu subhanahu wa taala njeriu. Andaj opsionet për të gëzuar me halal janë të gjëra. Halali, rrethet e halalit, kufit e halalit janë shumë të mëdhej. Harami është shumë e vogël në krahasim me halalin. Andaj gëzohu, festo, kënaqu, mirë po në suazat e halalit. Mos hyn tek harami, sepse fundja vetes i bën dëm, vetveten e dëmton. Andaj kjo është karakteristike e bajrameve tona, se bëjmë bajram për shkak se kina kryer një ibadet të madh të Allahut subhanahu wa taala. Gëzohemi sepse shpresojmë se me këto vepra jemi në rrugën e drejtë, në rrugën e cila fundin e ka të mirë, e që është xheneti, fitimi i shpërblimit të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po ashtu këtë gëzim që ne e kemi për shkak të kësaj e shfaqim në mënyrë të duhur, në mënyrë të devotshme, me gëzim në suazat të halalit, me familjen, duke hëngur ushqime halal, duke pirë pije halal. Nuk e festojmë në Bajramin me alkohol apo me gjëra të ndaluara. Jo, Bajrami festohet ashtu siç i ka hije një muslimani, duke mos e hidhruar krijuesin ton subhanahu wa taala. Dhe padyshim se mira e kësaj në fund na kthehet vetë neve.